mirëpriti armëpushimin me Hamasin, qeveria ratifikoi një armëpushim me grupin militant palestinez të premten duke hapur rrugën për ndalimin e luftimeve në Gaza brenda 24 orëve dhe lirimin e pengjeve izraelite që mbahen atje brenda 72 orëve pas kësaj. Kabineti izraelit miratoi marrëveshjen herët në mëngjesin e së premtes rreth 24 orë pasi ndërmjetësuesit e shpallën marrëveshjen e cila përfshin lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të burgosurve palestinez dhe fillimin e një tërheqje të fazuar të trupave izraelite nga Gaza në kuadër të një nisme të presidentit amerikan Donald Trump për të dhënë fund luftës 2 vjeçare në Gaza. Qeveria sapo ka miratuar kornizën për lirimin e të gjitha pengjeve, të gjallët të vdekur tha në llogarinë zyrtare të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Lufta e ka thelluar izolimin ndërkombëtar të Izraelit dhe ka përmbysur ekuilibrat në lindjen e mesme, duke u kthyer në një konflikt rajonal që ka përfshirë Iranin, Yemenin dhe Libanin. Po ashtu ka vënë në provë marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit me Trumpin që duket se ka humbur durimin me Netanyahun, duke ushtruar presion për arritjen e një marrëveshje. Izraelitët dhe palestinezët reaguan me gzim pas njoftimit të marrëveshjes që është hapi i parë i madh drejt përfundimit të luftës 2 vjeçare gjatë së cilës janë vrarë më shumë se 67.000 palestinez dhe përkthimin e pengjeve të fundit të marra nga Hamasi në sulmet vdekjeprurëse që nisën luftën. Kreu në mërgimi i Hamasit në Gaza, Halil al-Haya, tha se kishte marrë garanci nga Shtetet e Bashkuara dhe ndërmjetësit e tjerë se lufta kishte përfunduar. Një zëdhënës i qeverisë izraelite tha se armëpushimi do të hyjë në fuqi brenda 24 orëve nga miratimi dhe brenda 72 orëve pas kësaj pengjet do të lirohen. Mendohet se 20 pengje izraelite janë ende gjallë në Gaza, 26 të tjerë supozohet se kanë vdekur dhe për fatin e tyre të tjerëve nuk ka informacion. Hamasi ka njoftuar se kthimi i trupave mund të kërkojë më shumë kohë se sa lirimi të gjallëve. Sapo të hyjë në fuqi marrëveshja, kamionet me ushqima dhe ndihma mjekësore do të dërgohen në Gaza, ku qindra mijëra civil janë strehuar në çadra pasi forcat izraelite kanë shkatruar shtëpitë e tyre. Trump tha se do të udhtoj të dielën në rajon, ndoshta për të marrë pjesë në ceremoninë e nënshkrimit në Egjipt. Kryetari i Parlamentit e Izraelit, Amir Ohana, e ftoi atë të mbajë një fjalim para parlamentit që do të ishte fjalimi i parë i një presidenti amerikan që nga viti 2008. Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë 200 trupa si pjesë e një force të përbashkët për stabilitetin në Gaza, pa praninë e drejt për drejt të ushtarëve amerikanë në territorin palestinez. Forca do të përfshin përfaqësues nga ushtria egjiptiane, Katari, Turqia e ndoshta dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Perëndimi dhe vendet arabe u mblodhen për të diskutuar një forcë paqëruese ndërkombëtare për ndihmë për rindërtimin e Gazës. Lufta nisi me 7 tetor të 2023 ku militantët e Hamasit sulmuan qytete izraelite në një festival muzikor duke vrarë 1200 persona e duke marrë peng 251 të tjerë, që atëherë ofensiva izraelite ka vrarë mbi 67.000 palestinez.